Byrek i përgatitur me mish qep dhe domate, recetë e shpejtë dhe me flokë shije. Filloj me përgatitjen, marrim petët e gatshme, i spërkasim me gjalpët e qumësh duke i vendosur nga 3 petë. Mbushjet e kam përgatitur me qep, mish dhe domate. I mbledhim në këtë mënyrë, i vendosim në tepsi. Byrekun e kemi gati, e vendosim në furrë të parangrohur në 200 gradë për rreth 45 minuta dhe e kemi gati.